Emërimet e reja janë kryer nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita në struktura të ndryshme në vend. Sipas burimeve, në radhët e bluve janë bërë 65 lëvizje shefashe drejtorësh në të gjithë vendin. Emërimet kryesore: Bilal Selmanaj, shefi komisariatit Dibër, Elton Shahini, shefi komisariatit Kruj, Sentilian Ndreu, shefi komisariatit Laç, Florian Sulçe, shefi komisariatit nr. 4, Tiranë, Felix Hodaj, shefi komisariatit Vlorë, Arben Sulaj, shefi komisariatit Lezhë, Elvis Peza, shefi komisariatit Mirdit, Oltiona Golli, shefi komisariatit Mat, Emilian Pashaj, shefi komisariatit Korç, Ergyz Gjoni, shefi komisariatit Bulqiz, Andi Deda, shefi komisariatit Shijak, Ervin Hasrama, shefi komisariatit nr. 1, Tiranë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.